Parashikuesi Vision Plus, përshëndetje, do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, moti ka qenë me kthjellime dhe alternime vranësirash të pakta dhe kalimtare në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në zonën e Alpeve, në relievet e larta malore, kemi patur vranësira të cilat u shoqëruan edhe nga rishje të dobta të shiut. Era ka fryrë me drejtim nga veriperëndimi dhe juglindja me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 8 deri 28 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 7 deri 30 gradë dhe në Bregdet nga 11 deri 27 gradë Celsius. Ditën e martë, vendi ynë do të vijë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët me alternime vranësirash mesatare, hera herës deri të dendura të përqendruara këto në relievet malore në lindje të vendit edhe në zonën e jugut. Vranësirat e dendura pritet të pasohen dhe nga reshje të dobta shiu në formë pikash, lokalisht to reshje do të jenë edhe në formën e shtrëngatave të izoluara dhe afat shkurtër. Ndërsa era do të fryjë me drejtim nga jugperëndimi dhe veriperëndimi me shpejtësi mesatare 5 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë relativisht i ulët i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 9 deri 26 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 10 deri 28 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri 26 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe alternime vranësirash kryesisht në orët e mesditës deri në ato të pasdites. Vranësira do të shoqërohen nga reshje shiu me intensitet të ulët, kryesisht në relievet malore të rajonit. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa jugore dhe ajo verilindore do të ndikohen nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, ndërsa moti aty parashikohet të jetë me vranësira dhe me reshje shiu. Ndryshe paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit, ku masat ajrore të thata dhe të qëndrueshme do të sjellin mot të kthjellët dhe vranësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.